Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Zoti ju bekoft e Zoti u apranoft së fyrin që ju pahanin që ose pahanin së fyr, e Zoti ju apranoft agjërimin tuaj dhe Zoti mëdh ju bëft në këto ditë Ramazani më të begat edhe më të bekuar. Nuk ka dyshim se jemi në kohën më të mirë të Zotit, që është muaji i Ramazanit, në kohën më të bekuar të Zotit, që është muaji i Ramazanit, dhe ne takohemi kështu në kohën e mëngjesit për të pirë një kafe bashk. Me të drejtën e kam bërë një kafe vetë, mendoj që është bërë mirë. Bismillah. Kjo është dora djathtë. Kjo është dora djathtë, se është efekti pasqyrë i kamerës kur bëhet live. Bismillah. Shtofi qik, po mirë. Bismillah. Mendoj që të fillojmë inshallah. Lexojmë pak përshëndetjet që kemi. Më të herë po e fillojmë. Aleikum selam wa rahmatullah. Obiliqi, Shkupi, Farka City, mashallah. Alhamdulillah. Drenica, mashallah, Zoti rujt, Allah i rujt. Stuttgarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, atëherë me shpresën e Zotit mendoj që t'ja fillojmë. Falenderojmë të madhin Zot i cili na ka dhënë mirësi edhe begati pafund. Edhe kjo mirësia jonë që çojmë për së fyr është mirësi për Zotit. Ke parasysh sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: hani së fyr, se ngrënia e së fyrit është bekim nga Zoti i gjithësisë. Kështu që elhamdulillah u çuam për së fyr. E pime dhe i kafes si mas qefit, e kam bërë vetat kafen, te dinja mas xhamis, edhe erdhëm tani në emision. Stuttgarti, Gjermani, Zoti rujt, amin edhe juve, amin, gjithë dhe bashkë Mitrovica, aleikum selam, rahmetullah, Zoti rujt, Leipzig, Zoti rujt, amin, gjithë dhe bashkë. Atëherë, a falen teravit vetëm se jam në punë, në orën 11 të darkës, unë i falë thot vetëm. Po, falen. Falen teravit dhe vetëm kur njeriu është në punë, siç është rasti i këtij vllajt ton. Po, inshallah. Mund t'i falësh siç i falen në xhami. Pra aq sa falen në xhami dhe ashtu siç falen në xhami. Mashallah, ne sa kemi filluar thot 83 komente. Tetova, aleikum selam, Fieri, mashallah, Zoti rujt, Perugia, Zoti në roft, Bojana, New Jersey, mashallah, Zoti rujt. Amin, gjithë dhe bashk. Përshëndetje nga Babeni, mashallah, Zoti rujt. Nga Ulqini, aleikum selam, rahmatullah, Italia. Nga Vlora, mashallah, nga Bojana, vetëm se duhet shohim pyetjet. Punoj police mirë, po disa namaze nuk, po mi ju për Zotin, si pyetje. Inshallah, po na hapën të celulari. Amin, gjithë bashkë. Pyetjet. Shohim.
punojmë. Okej, çojmë të mos na hapen tek celulari. Selam thot nga Drenësi. Ne nga Greqia thot e mbyllëm së fyrën për sot. Zoti ua pranoft. Flej shumë gjumë thot, a prishet agjërimi? Nuk prishet agjërimi. Stresit zero. Vetëm se do të më punua, kjo është muhabet tjetër pastaj. Selam nga Firi, aleikum selam. Çka ke hongër thot sot për së fyrë, thot Hoxha. Kam hongër hurma. Kam hongër 2 paketa hurma. Okej. Shohim pyetje tjera. Selam nga Gjilani, aleikum selam. Nga Larisi, nga Librazhdi. Ju i nderuam thoni mos i boni foto ushqimit, ti si shembull je i parë që po e bën. Hajde ka drejt, shko flej gjumë zemra ime. Shko flej gjumë shpirti im, shko flej gjumë. Çto 2 minutë në celular birë. Çto duhet ty Instagrami, çto duhet ty o kadri, po çto duhet ty Instagrami, po shifë burr jetën tatë ti. Jo filmoni ushqime thot. Ku i peti ushqime duke i filmuar në erë, burri dhe. Aman me vëlla, ma që pas keni qenë, vëlla, sa të ngarkuar jeni për mrena, vëlla, ej, zoti madh. Saraj, aleikum selam. Londra, kujdes Londra, kujdes, Allah i rujt. Trieste, Araqina, zoti i rujt. Hani Elizit. Pi me dorën e djathtë, thot, e bire. Kamera është efekti kundërt, unë tani po luaj dorën e djathtë. Ty si duket dora e majtë. Ej, zoti madh. Shumë vështirë të bëhemi ne si popull për Zotin. Thot, çfarë mendon për disa islamofoba në Kosovë që kanë reaguar për shkak se drejtoria e arsimit Prishtinë ka ulur orarin e mësimit? Normalisht që ata duan material, i ka ardhur momenti dhe flasin. Kështu që Zoti u zof çfarë themi. Selam nga Franca, selam thot nga Lazarati, Allah i rujt, nga Oslo, selam. Selam nga Gjermania, thot ne kemi edhe 40 minuta, mashallah. Okej. Tirana. Zoti i rujt. Amin nga Librazhdi. O, Zoti më. A kam gjuna me thanë fëmijëve mos ma gjuru për shkak të moshës 14 dhe 11 dhe 9 vjet. 9 vjeçarin po ketë drejt, ndërsa të 11 vjeçarin mos e ndalon, ndërsa 14 vjeçari ka për obligim ta agjerojë. Shkupi, aleikum selam. Hosh thot i kanë shkruar në DM. E kam shumë vështirë ta hap. Kështu nëse ke diçka mundo ta kapsh këtu. Shiaku, aleikum selam rahmetullah. Kam një pyetje këtu në Toronto, të thot komuniteti pakistanez e ka ndryshuar orarin, ndërsa komuniteti nga Maroku ka ndryshuar orarin. Pra lëviz mes tyre 10 minuta. Bëj si xhamia ku falesh, bëj si xhamia ku falesh. Aleikum selam rahmetullah. Selam dhe përshëndetje nga Zyriu, aleikum selam. Nga Presheva, aleikum selam rahmetullah. A mund të hajmë si fyrin më herët, mos çohemi? Mund të hajmë më herët, nuk ka problem. Saraj, aleikum selam. U fala me orbit në gojë, thot kisha harru, a është problem? S'ka problem, po kujdes herë tjetër. Kujdes herë tjetër. Suedia, aleikum selam. Kumanova, i rujt Zoti. Në Shkodër thot sa lehet si fyri. Njësoj, si qytetet e tjera, më duket lëviz me 2 minuta. Shikoni kalendarin. Nga Greqia, aleikum selam. Suedia, aleikum selam. A e prish me marr pump për astma, pra për astmatikët, ata që janë me astma, marrin pump, nuk prishet. Të lutem thot thuj lejohet duhani. Ashtu, do më thonë, unë të bëhem ur mbi xhenem, ju të shkonin xhenet. Kush tha Hoxha?
Selam nga Kina. Ej, Kinë e birë, Allah i rujt. Që ka klina, burra, që ka klina. Jam edhe unë për gjumësh për Zotin. Ohëri, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Vallaj më duk si Kina. Selam nga Holden, Massachusetts. Aleikum selam, Zoti i rujt, Gjermania. Austria, Allahu i rujt e ju në roft, Durrësi. 2 çunat, njëri është 11, tjetri 13. Allahu i rujt. Kosova. Bologna, aleikum selam, Allahu i rujt. Amazon ka rëpa të ngrën 2 paketa me urë, më thot, dhe tani s'po majnë mua, kam gjyna futi dhe i tas lall tani, edhe do t'jesh në rregull. Aleikum selam, rahmetullah. Qose harroj me bon jetë. Nuk ka problem, në momenti që ti e çu për së fyr, ky është njeti. Stresi zero ose stresi ngrirje. Presheva, Allah i rujt, Zotin rast, Venecia, Allah i rujt. Oke, të shofim këtu ke kompjuter, mos kap në i pyti këtu ke komente se këtu të celulari e se shumë shpejt. Selam nga Amerika, thot një vlla këtu, aleikum selam. Kur falesh dhe thuaj jam ujdis imamit, a duhet thuash suret vet apo jo? Nuk ka nevoj fare me thonë jam ujdis imamit, hiç s'ka nevoj, lidhu edhe duhet ta knosh pa tjetër El-Fatihan. Elbasani, Zoti i rujt, Kanadaja, Zoti i rujt, Athina, Zoti i rujt, Venecia, Eja një natë thot në Kosovë, pa tjetër që do të vim inshallah me shpresë Zotit. Teravit thot a falen çdo 2 rekat selam, po kjo është më e mira. Kjo është më e mira. Që teravit jenë 2 rekat selam. Nëse merr hapin, thot e tensionit poshtë gjuhës, a prishet agjërimi? Sipas asaj që kam lexuar dhe studimet e dietarëve bashkëkohor thonë, nuk e prish agjërimin adelati që futet poshtë gjuhës. Është një kokër shumë e vogël që futet poshtë gjuhës, nuk e prish. Nga Franca, Allah i rujt, nga Berati, Zoti ju në roft. Atëherë, thot, ne që jemi 7 zëna analeohet, të bëjmë në ditë pushim, motrat që janë 7 zëna, bëjnë atë që është më e mira për to. Selam nga Çamëria, rrim në Vlorë, Zoti i rujt. Njeriu kur agjëron duhet agjëroj me krejt qenin e trupit apo veç me gojë, normalisht që duhet. Agjërimi është 2 llojesh, agjërimi, si me thënë, nga ngrëna dhe e pira, dhe agjërimi i cili është agjërim, si me thënë, i gjithë jetës, do më thënë. Me kuptimin syut, veshve, me kuptimin e mos bërit keq, me kuptimin e mos mashtrimit. Faktikisht ky është qëllimi, ky është edhe qëllimi. Me sa shoh ka ardhur koha e ezanit, ta dëgjojmë pak ezanin. Okay. Alhamdulillah, ezani vazhdon dhe ne do të vazhdojmë inshallah taala. Allahu i rujt, Prizreni, Tirana. Në Francë thot ishin ca thot që masi u fal namazi u mblodhen rreth dhe fillun të këndojnë në kor. Mos u përzi me këta njerëz. Mos u përzi me këta njerëz, rrit tek Islami që ke mësuar deri më sot. Leskoviku, aleikum selam wa rahmatullah. A bon deri në kohën e sabahut me vazhdu me pi ose me hëngër, sabahu do edhe i orë për shembull me u fal.
Kështu që mbylle me orar, mbylle me kalendar edhe selam. Edhe sa minuta mund vazhdoj imsaku? Imsaku vazhdon deri në imsak. Imsak do thot ezani i dytë, aty ndërpritet. Si t'ja bëjnë prindrit, kanë fillu agjërimin një ditë para nesh në Itali dhe kthehen në Maqedoni para Bajramit. A do të festojnë Bajramin? Ata që kanë fillu një ditë përpara, mos bëhen merak fare se ne këtu do ta kemi 29 ditësh, kështu që aty në i bjerë me pas 30, stresi 0. Allahu i rrit, Zoti në roft. Nëse të nxen ezanit të hongër, a muj me agjëru, ndërprite dhe i okej. Nëse thirret ezani, mund bëjmë lutje dhe dua, po, ama pas. Kur thirret ezani duhet më përsërit fjalët e muezinit. Kam probleme me sinusin, a mund të përdor sprayin për humb? Vallaj me kujdes, shumë kujdes. Do kolege vajza katolike agjërojnë me neve, kanë dëshirë të agjërojnë si ne muslimanët. Zoti shpërbleft e Allahu ju zoft, shumë mirë. Atë punën e duanit thot nuk na e tregove mirë. Qa me bo? Do të mësojmë edhe ne ca gjona rrugës. Do më thënë si pas jush hoxhi nderuar se fiu i harë deni imsak, po. A quhet të hexhud nëse kam fal pak para se të hyj imsaku? Po, quhet. Selam nga Greqia, nga Mitrovica. Amin gjithë. Okej. Më pëlqen këto që japin përgjigje njëri tjetrit të pa parë fare. Emri Liara, a lejohet për vajza? Varet nga kuptimi. Liara. Pra Leara të bosh, ndoshta lejohet. Ose Leo Ara, Leo si Ar, mund tjetë, okej. Punoj police, mirë po disa nuk po mundën të falën kohë. A bën që kur të kthehem në shtëpi, mundohu të falësh namazin në kohë, motra vlla im. Vlla po motër. Punoj police. Nëse këtu thot nëse e rëndësishme. E kemi dhënë përgjigjen e parë që kemi dhënë për sot është kjo për policën, po ka përsërit prapë se nuk e kanë ndoshta. Përshëndetje, thota, jemi live. Jo. jemi në gjumë. A deri një imsak hahet? Deri ka dreka, nga ezani drekës. Babi merr insulina nga sheqeri. Merr insulina për smundjen e sheqerit. A e prish insulina? Jo, nuk e prish. Austria i fal Yatsin dhe Teravit nga ora 12 e natës. A është okej? Po, s'ka asnjë problem. Amin edhe ty. Ne në Belgjika kemi filluar agjërimin një ditë më përpara. Jo, ju nuk e keni filluar ditë më përpara, e keni filluar tamam më vlla. Siç ju ka thonë xhamia atje dhe qendra islame. Antidjersat e parfumit, a e prishin agjërimin? Jo. Prenjësi, firi, Allah ju. Hoxh, a duhet të hexhud nëse kemi fal? A quhet të hexhud, e tham këtë? Nga Kreta, Zoti ju rrit. Suedia, Brukseli, insulina e prish, e tham që jo. Sprej në hundës e përmendëm. Gjakova, ju rrit Zoti. Selam thot. Nga Gjermania, alim selam. Syfyri thot, a shtyhet deri pa hyrë sabahu jo imsaku? O vlezën, pash Zotin. Mos na i boni më këto pyetje se u boka 300 vjet që i shpjegojmë këto gjëra. Mbylleni agjërimin e Ramazanit me imsakun. Imsakun në gjuhën fetare do thot ezani i dytë. Në çfarë ore bëhet sabahu? Shif kalendarin, vëlla, shif kalendarin inshallah, avash. O gjëndërum të kur do i lajsh domët. Allahu të rrit, e bukur kjo. Allahu i rrit gjithve.
Insulinën e kemi dhënë përgjigjen. Taranto. A mund të dëgjoj nga ju agjerimi tek fëmijët nga cila mosh fillon? Agjerim të pranuar, amin. Agjerimi tek fëmijët fillon stërvitja e fëmijëve, domethënë le të themi me disa ditë, që është vegjël, derisa të arrin moshën, le të themi 13 vjeçare, 13 vjeç e lartë, 14 ekstremi obligohen. Mi për ne imësëm qysh më përpara, i ditë po, i ditë jo, 2 ditë, 3 ditë, tonët dhe tenjtet, pra i mësojmë, i dashurojmë për agjerimin. Dërsa 13 obligohen. Emri Elif a lejohet? Po lejohet, nuk ka asnjë problem. A duhet të parfumosemi me antidjers? Duhet. Çdo thot a duhet, që mos ke për qëllim a lejohet. Për të lejuar lejohet, a duhet? Varet nga atë vjen era kalit, apo jo? Po të erdhi era kal, era gjell, era tym, duhet. Po që jetë normal, lejohet. Pse themi Bajrami madh dhe Bajrami vogël? Kështu, kjo është terminologji autoktone, nuk ekziston asnjë vend botës kjo terminologji përveç se Shqipëri. Kemi edhe ne ato ekskluzivitetet tona në terma. Po si ta bëjmë ne, thot sa i hoxha tjetër, një hoxh tjetër ka thonë që insulina e prish. Po mirë. Ju pas në qava i hoxha, që të unë. Kam 27 vjetë thot që pi duhan dhe dje kam e gjuruar për herë të parë edhe nuk kam pas fare mendjen tek duhani, më lehtësoj Allahu. Elhamdulillah. Nëse gjen hajmali në ujë të ndotur dhe të spërkatën rrobat, a mund të jenë për mirë? Jo, hajmali futeni në ujë të knum edhe digjeni. Ihrami për umre vishet në shtëpi, në Mekë apo në aeroport? Ihrami për Mekë vishet para se mu fut në kufirin e tokës shenjtë. Pra ka një kufi që thuhet vishet këtu. Amin, Zoti rujt. Në çfarë orë mbyllës së fyri se unë pa gjërë për herë të parë. Tani mbyllës se ka kaluar çik kohë, kështu që mbyllë. Mos rritum pa mu këtu live, po mbyll së fyrin. Allahu të rujt, Allahu ta pranoft. Selam nga Lushnja. A dëshon një ilaç që të largon gjithmonë shumë? Kam fillu këta të folë me njëni tjetërin tani, a do një ilaç, sot shes ilaç. I thon njëni tjetër të komentet, a do ilaç, thot se shes ilaç, e i zoti madhe, elhamdulillah. S'ka kush e arreston vëlla. Këtë javë udhtoj për Kosovë nga Gjermania, çka të bëjmë? Ata agjërojmë? Udhtari e ka në dorë vetë, nëse do agjëron, nëse do, nuk agjëron. A mund të më tërgosh një kalendar për orat e faljes? Nuk e di ku jetoni ju. Merë tek xhamia më afërt. Nëse nuk ke, futu tek faqja islamicfinder.org. Sa kohë mbas sabaut, pra mbas imsakut mund ta falin sabaun, 20 e lartë. Zoti rujt. Selam aleikum. A prishet agjërimi me i thanë shoqës të dua apo puthje mbas telefonit? Mbas telefonit nuk prishet. Kështu, realitet rrezikon, por mbas telefonit se vrit mendin. Me shpërlagohen mbas dita, prishet agjërimi? Jo. Nëse kemi fal njëtësi me imamin në namaz dhe teravih dhe vitrin, a mund të falim në shtëpi prap? Po, mund të falim në shtëpi prap. Ku me gjetë emra për fëmijë? Po ke sa të dush, por emra të bukur sa të dush. Shifni emrat e gjyshërve tuaj, janë emra mashallah. Ngjallni emrat e gjyshërve dhe prindërve tuaj. E vjellora pa dashje, a e prish agjërimin? Jo. Kur e provokon ti prishet, kur e bën pa dashje nuk prishet.
A quhet agjërimi nëse nuk shkojmë në xhami? Quhet inshallah. Allahu në moft. Në Gjermani. Unë jam dhurues i gjakut, a quhet sevap nëse dhuron gjak? Po. Është sevap i madh, por mas iftarit, jo gjatë agjërimit. E fort fare, më pëlqen për Zotin, këta që japin përgjigje në një tjetër, ta janë, mashallah për Zotin. Hoxha këtu, paguhet nga KMSH-ja për të tonë përgjigje, kurse këta japin përgjigje në një tjetër. Elhamdulillah që s'ka mundësi me ju arrestu se ju kisha fut në burg gjithë. Profeti Muhammed S.A. thot ky zotnia, ka thonë, hani derisa vi koha e sabahut. Allahu ka thonë hani pini derisa dallot peri i bardh nga e zeza. Imsaku është bidat. Po, kemi edhe kështu kategori njerëzish në mesin tonë, cilët japin fetva në prezencë të hoxhës. Falenderoj Zotin që s'kam gjë në dorë, se i kisha rregulluar këta njerëz, po s'kam gjë në dorë, po në qefju. O njerëz, imsaku do thot ezani i dytë, se ne nga zona e Ballkanit dhe Turqisë janë medhebi Hanefi. Medhebi Hanefi nuk e njohin ezanin e dytë si medhebet e tjera. Dhe i kanë pas thonë imsak. Dhe imsaku është 18.5 gradë. Është fetvaja ose vendimi që ka marrë Akademia Botërore e Fikut Islam me në krye Bin Bazin. Këta nuk i thonë ezani i dytë, siç i thot Mekka, siç i thot Medina, siç i thon shumë vende islame, po i thonë imsak. Prandaj mos fol pa dije. Mos fol pa dije. Nuk ka gjuna më të madhe, edhe ka hyrë Ramazani tani. Jemi me agjërim ti flet pa dije. E para, e dyta, nuk ka thonë në hadith hani derisa ty koha e sabat, nuk ka kështu hadithi. Nuk lejohet me gënjy për profetin alayhis salam. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, hani dhe pini edhe pse e thret ezanin Bilali. Ndërsa kur ta thrasi Abdullah ibn Umm Mektum, aty ndaloni, sepse ai nuk e thret ezanin pa i thënë atij dikush që ka hyrë koha. Allahu thot ka thonë Kur'an hani pini derisa dallot peri i bardh nga e zeza. E para nuk thuhet peri i bardh nga e zeza, po thuhet peri i bardh nga i ziu. Së është gjinia mashkullore. E para. E dyta, ajeti nuk është kështu. Mos shpifni dhe mos shpikni ajete kuranore nga vetja juaj. Derisa të dallohet drita e egimit nga errësira e natës. Aman arbor se na mytet ignorancë e madhe, valla, për Zotin e madh. A mund të tregosh se ju thot nuk prishet agjërimi me insulinë, ai hoxha tjetër ka thënë, po ku e diun për Zotin? Duhet me pyet atë hoxhën. Ku e diun i shkreti? Pse ka thonë ai hoxha? Puna e tij. Nëse i falim teravit në 1 natës, a na quhet? Po. Kam dalin 17 vjeç futbollist, Allahu e rujt. Por s'po duan ata të skuadrës me elan me agjeru. Sporti ose profesionet e vështira, sipas rregullit islam është që duhet, nëse janë në vendin e tyne, e nisin ditën e agjërimit si zakonisht, dhe nëse arrin në një fazë se mbajnë dot, ju lejohet që ta prishin. Ka ngel një ditë nga Ramazani i kaluar. S'ka gjë, mas ti Ramazani agjeron atë ditë. Amin. Gjithë. Laçi, i rrit Zoti. A prishet Ramazanin se përdor tablet në gjuhë për tension? E kemi dhënë përgjigjen më lart. Tham jo. A pranohet agjërimi nëse nuk fal namaz? Pranohet. Pranohet. Agjëro. Edhe futu kjo faqe që po t'japëm tani, ta letësoj situatën, ja ku e kjeta qova, edhe këtu mëso faljen, inshallah ta'ala. Zoti ta shpërbleft. Okej.
i mshoj po lexon për fen, po çdo gjë pa kontekst, a këshillon të takoj një hoxh patjetër për ndryshe do të kthehet në person me probleme. Patjetër duhet takoj një hoxh, nuk mund ti të lexosh se nuk e di çfarë po lexon dhe ku po lexon. Kështu që patjetër duhet takoj një hoxh që ta orientoj për fen dhe për besimin. Nuk i fali vakte, po për Ramazan po fal namaz nafile. Inshallah, Allahu ta shpërblet. Zoti të nderoft. Qofse vjen nga shtatzania pa dashje, nuk prishet agjërimin. Nëse e falim Yasin, e tham një herë. Punoj në një familje që përdoret mishi i derrit, unë e prek atë, prishet agjërimin, nuk prishet agjërimi. Me hek dhëmbin, a prishet agjërimin, nuk prishet agjërimi, edhe pse do të bësh anestezi. Allah e rujt. A quhet namaz teravije nëse e fal një të natës e kemi dhënë përgjigjen më lart? Hoxhën e kemi bërë fejes, kafe takime familjarët tanë, tani bashkëjetojmë. Vetëm celebrim s'kemi bërë. Si shihet kjo në fen tonë? Po bëjeni celebrimin o vlla dhe bini rahat, ose motor, bëjeni celebrimin dhe bini rahat. A le të bësh iftarin lokale ku shërbet alkool gjatë vitit? Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. A prisha me vjerë, a tham? Hoxh më bin mendime me bo vetvrasje. Nuk lejohet pasha Zotin e mod, se nëse bën vetvrasje, Zoti dënon zjarr xhenemit përgjithmonë. Kështu që nuk lejohet, bëj durim vlla, hajde më takoj inshallah, se nuk ka pse njeriu ta bëjë një veprim të tillë. Hidhrojmë Zotin, shkatrojmë jetën e prindërve tanë, njerëzve që na duan fort. Mbi të gjitha humbim xhenetin. Jetën na ka dhënë Allahu dhe nuk lejohet që me bëj vetvrasje. Hajde më tako në çdo kohë. Në çdo kohë hajde më tako flasim. Allahu të rujtë o Zot. Sa re ka të falem për namaz natës, sa të dush, nuk ka si problem. A quhet po këto pyetje që përsëriten vallahi bilaj duhet me pas sabër të madh me këto pyetje që përsëriten. New Yorku, Allah i rrit. A quhet me dërgu juve këto që po, mund të na i çoni neve, unë inshallah do i postoj sot. Edhe një herë ato ku mund të na i postoni neve inshallah. Namazi i duhas falet mbas lindjes diellit, i gjysore mbas lindjes diellit e lartë. Kjo pyetja quhet namaz teravije nëse falet në orën 1 të natës është bërë deri tani 2013 herë. Dhe ne kemi dhënë përgjigjen 2000 herë. Edhe 3 minuta kohë kemi. Ja Rabbi Allah. Mas së fyrit deri namaz sabaut, a na quhet si namaz natë? Jo, quhet namaz natë. Po kalojmë saku, ka dalë koha namazit natës. Kam 20 vjet që agjëroj, por nuk falem xhamia, pranohet agjërimi? Inshallah, me shpresë Allahu. Me shpresë Allahu. Kjo telefonata do të thotë që hoxh erdhi koha. Erdhi koha për shku në xhami. Mirë, Zoti shpërbleft këtë vllajën që na kujtoi. Jo thotë që nëse bën vetvrasje shkon zjarr xhenemit, po më i thon dikujt tjetër, shkoni të dy në xhenem, edhe ti dhe ai. Allahu na ruaj. Ama në çfarë pyetësh për Zotin? Ina për Ramazan, ina për qejf, ina për mëshirë, ina për xhenet. E keni nis tërë sot ditën. A mund ta falim namazin direkt mbas i mbyllim syfyrin? Sipas Hanefive, sipas asaj që ne po
Po ne kemi thënë, për mos me pas debate dhe për me qenë situata më e qetë, 20 deri në 30 minuta mrapa. Allah i rujt o Zoti Mot. Mirë, pra atëherë ne po e mbyllim këtu inshallah. Zoti i rujt, kërkoj ndjesë se nuk po e arrim dot pyetjet të gjitha. Allah i rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.